Të dashur shikues, përshpresoj se po shëroheni bashkë me ne në këtë fundjavë. Tani është koha për një tjetër bisedë këtu në studio, ku po besoj që do ta zhvillojmë një bisedë shumë të këndshme mes dy shoqeve që do të na rrëfejnë shumë çka nga jeta e tyre dhe miqësia e tyre. Ku ka më mirë që të kemi të ftuara dy shoqe me të cilat të flasim shumë çka bashkë me mua në studio, zonja Vlora Osmani Bunjaku. Mirë se erdhët, shumë kënaqësi. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për ftesën. Si dhe Dhurata Hajdari, mirë se erdhët nderuar. Mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhët edhe njerë, tregova që të ndajmë shumë çka rrëfime nga shoqëria juaj, shumë vjeçare, profesioni juaj. Si po ecin këto ditë për juve? Këto ditë po ecin shumë mirë për neve. Ne kemi një shoqëri mbi 30 vjeçare me Vlorën bashkë. Jemi shoqe tashmë edhe kolege. Edhe fundjavat i kalojmë zakonisht me familje, i kushtojmë rëndësi punëve të shtëpisë, fëmijëve, aktiviteteve familjare, por nuk do thotë që ndonjëherë edhe takohemi edhe gjatë fundjavës. Kur e gjejmë një kohë të lirë, do thotë mund të takohemi, por edhe pa planifikime. Nëse unë kam një kohë të lirë, i telefonoj Vlorës, gjatë asaj kohë është edhe kjo e lirë, takohemi edhe gjatë fundjavës, pim kafe, shëtisim bashkë. Çfarë do thotë shoqëria e shëndosh për juve, tash 30 vite shoqe? Njeriu si qenie shoqërore nuk mund të jetojë i vetëm. Këtë e ka dëshmuar koha. Secili prej nesh ka nevojë për një mik ose një mike të mirë që jep kuptim dhe ngrohtësi jetës. Unë kam pasur fatin që ta takoj Dhuratën, me të cilën ndaj një miqësi për mbi 30 vite. Miqësia jonë është e vërtet, është një rrugtim që mban kujtime, sfida dhe momente të bukura. Të kesh një shoqe të vërtet është fati mirë, sepse sot shoqja e vërtet, mikja e mirë, të zaventëson shumë persona. Prandaj nuk ka përjashtime që ditë punës të mos takohemi ne, se kemi fatin të punojnë bashkarisht, kurse ndonjëherë edhe vikendeve kemi takimit pa planifikuara, të cilat na vinë si një çlodhje mes veti. Është kënaqësi të kesh një shoqe të mirë me të cilën ndon shumë çka. Për 30 vite, sa është vështirë është as sot me kriju një shoqëri të tillë? Pas një mike të sinqertë që ndan gjithçka me të momente të bukura, po edhe ato sfida që ju kanë përcjell gjatë jetës? Për 30 vite me pas një shoqe duhet me qenë shumë besnike me njëra tjetrën. Duhet me qenë sinqerta, tolerante, me respektu. Pa këtu nuk mund është me pas një miqësi shumë vjeçare. Duhet me qenë këtu mbi baza, shoqëria ndërtuar mbi këto baza. Mbi sinqeritetin, besnikërinë, tolerancën, mirëkuptimin, bashkëpunimin, mbi të gjitha dhe respektin për njëra tjetrën. Tregua që edhe angazhimet ditore janë ato që ju bashkojnë, të marrë parasysh që ndani edhe punën e njëjtë, cili është profesioni juaj për ata që nuk e dinë? Ne kemi fatin të punojmë mësimdhënëse. Rrugtimi jonë si shoqe ka filluar që nga shkolla e mesme. Pastaj kemi vazhdu rrugtimin tonë edhe në studime. Dhe fati më i mirë ka qenë kur kemi pasur mundësin që të punësojmë në të njëjtin institucion. Ne punojmë në të njëjtën shkollë dhe kjo është një përparësi, sepse takohemi çdo ditë, ndajmë kohën për njëra tjetrën edhe pas orarit të punës dhe thjesht përmbushemi me njëra tjetrën, duke ndarë jo vetëm çështjet familjare, shoqërore, por edhe ato profesionale. Edhe ato profesionale. Tregua që shoqëria juaj ka filluar qysh në shkollën e mesme, po të kthehemi edhe më pas në kohë. Si e kujton zonja Dhuratë fëmijërinë e saj? Fëmijërinë time e kujtoj si një fëmijëri ndoshta e mirë në disa kuptime, por edhe të e ditë kohën çfarë kohë jemi rrit. Është fjala edhe për sfidat e ndryshme vështirësitë, është edhe koha e luftës që ka qenë vitet e 90-ta, vitet e 80-ta që ka qenë, e dim gjithë çfarë kushtesh kemi jetu, por mbi gjitha si personalitet i imi, si fëmijërinë e kujtoj me një nostalgji të madhe, e aq ma tepër prej kohës kur jam taku me Vlorën, në vitin e parë shkollës mesme mi taku me Vlorën, edhe
prej asaj dite, çdo gjë që e kam e ndaj bashkë me Vlorën. Është një shoqe shumë e mirë, është diçka që për mua çdo temë që mund ta diskutoj me dikë, është Vlora ajo që mund ta diskutoj me ta. Për juve si ishte fëmijëria, pasi të flasim edhe për atë pjesën prej vitit të parë të shkollës mesme, se si është krijuar besimi, sinqeriteti, respekti mes jush? Pas vdekjes së nënësime, ishte babai im ai i cili do të kujdesej për neve 5 fëmijëve. Vëllezërit i kisha mbështetje jo vetëm morale, por vllahun e madh Gazmendin, i cili jetonte në Gjermani dhe jeton ende. E kemi pasur edhe mbështetje financiare, dhe të na ka mbështetur gjatë gjithë kohës tër familjen, sepse ishte një periudhë e vështirë ekonomike për tër vendin. Kam pasur fatin që edhe dy motrat e mia të jenë mësimdhënëse të matematikës, kështu që ato në aspektin profesional më kanë ndihmuar shumë që ta gjej atë balancin me sfidave jetësore dhe aspektit profesional. Do të thotë në familjen tonë, në takimet tona me motrat, sepse i kujtoj si pjesë më të bukur të fëmijërisë sime, është e pamundur të mos ketë biseda rreth nxënësve, rreth mësimdhënies, sepse jemi një familje, do të thotë, mësimdhënësish. Fëmijëria për çdo kënd besoj që është pjesa ndër pjesët më të bukura të jetës. Unë e kujtoj fëmijërinë me nostalgji gjithashtu, por nuk mund të mos ndalem pa i përmend personat më të afërt që i kam pas, do të thotë, dhe mbështetjen që më kanë dhënë si çdo kujt, ndoshta familjarët e vet. Mirë po, motrat janë ato të cilat ende, do të thotë, mund të llogarisë në çdo kund te ato. Keni një raport mrekullueshëm me motrën. Kemi një raport mrekullueshëm duke e përmbushur njëra tjetrën, duke sidomos se motrat i kam atë më se unë, dhe ato do të thotë në çdo kohë janë të gatshme ende të më këshillojnë, të më udhëzojnë. Thjesht i kam si një lloj psikologesh. Po në atë periudhën e adoleshencës, cilat ishin ato këshillat e tyre? Të marrë parasysh që kanë qenë pak më nda në moshë? Këshillat e motrave, pasi që ato veç kishin kaluar në për ato faza, po besoj që e kanë pas më të lehtë, më japin këshilla, dhe si çdo trio që japin këshilla që i duhen të kohës, por do të kanë qenë shumë të gatshme që në çdo kohë të më përkrahin. Sepse mungesa e nënës është vërtet një humbje e madhe dhe mendoj që është një plagë e hapur për fëmijët. Nuk ka moshë që nuk e kujtohet si nëna, megjithëse tash edhe babain e kam të ndjerë, por megjithatë nënën e kujtoj që nga fëmijëria. Prandaj motrat po besoj që e kanë arritur të ma mbushin atë boshllëkun dhe jam shumë e lumtur që i kam. Të rënje t'i kujtoni gjithmonë ata që keni humbur. Shumë faleminderit. Po, Dhurata, në çfarë familje është rritur? Ka pasur motra, vëllezër për krajen pak a shumë të njëjtë? Për dallim nga Vlora, unë motra nuk kam. Babai më ka vdekë shumë herët, qysh moshën 8 vjeçare, ku mbet pa baba. Nënën e kam pasur dhe vllahun. Familja ime do thotë është prej 3 antarëve, me nënën e me vllahun jam rrit, po jam mbështetja ime më e fortë që i kam pas gjatë gjithë jetës. Nënën time e kam pas jo veç nën, po edhe shoqe. Edhe sot dhe kësaj dite e kam thëmë shoqe, është shoqja ime përjetshme, se është ka punu fatë infermiere ka qenë, edhe jemi kuptu shumë letë, u kam mbështetja ime me e fortë çdo aspekt. Edhe sot thëmë, inshallah e kam gjatë me shëndet, edhe është mbështetja ime shumë e madhe. Qoftë me jetë gjatë. Faleminderit. Kthehemi pas 30 viteve atëherë kur veç se filloi kjo shoqëria juaj në vitin e parë të shkollës së mesme, sa kohë ju desh të krijoni një raport kaq të ngushtë, të krijoni pjesën e besimit, sinqeritetit dhe respektit mbi të gjitha? Besimi dhe sinqeriteti u ndërtuan me kalimin e kohës. Ndoshta nga shkolla e mesme nuk kemi menduar se ne do të krijojmë një lidhje kaq të afërt. Mirë po kjo lidhja jonë shoqërore u ndërtua duke u bazuar te besimi dhe respekti ndërsjellë, te komunikimi i hapur,
dhe aq më shumë kur vetë se u punësuam dhe na lidh edhe profesioni. Vazhduat edhe në vitet e studimeve bashkë, apo jo? Po edhe në vitet e studimeve vazhduam bashkë me Vlorën, shkollën, do më thonë, studimet i bëm bashkë, profesionin e zgjedhëm të njëjtë mësimdhënëse dyat, tash edhe prapë punojmë bashkë, jemi edhe shoqe dhe kolege. Po e shohim edhe një fotografi, mundemi me komentu së bashku? Po, çdo fotografi sjell kujtime të bukura. Kjo është një ndër fotot e cila është realizuar në shkollë. Do të thotë së bashku me dhuratën kemi realizuar disa projekte dhe kjo është një ndër projektet të cilat kemi realizuar së bashku me dhuratën dhe klubin e nxënësve. Porosia kryesore e këtij projekti ka qenë stop bullizmit, bëhu shok apo shoqe e mirë. Duke pasur parasysh se sa është e rëndësishme një miqësi e mirë, duke u bazuar në miqësinë tonë që i kemi, mundohemi shumë që edhe dhe nxënësit të përqojnë këtë porosi se shoku apo shoqja e mirë është i domosdoshëm. Edhe stop bullizmit do të është një mesazh që edhe shihet edhe gishti kështu duke lëvizur, do të thotë që ta kemi parasysh, mësohen fëmijët ta respektojnë njëri tjetrin. Po krahasuar ndoshta me vitet kur ju vetë ishit në moshë më të re apo ishit fëmijë, krahasuar e pjesa e shoqërisë, tashmë jeni shumë afër nxënësve çdo ditë. Mund të bëni një krahasim se sa ka ndryshuar ky raporti mes fëmijëve në përgjithësi, sa kanë besim tek njëri tjetri, sa thuren shoqëri të sinqerta sot? Mendoj që edhe tash, edhe atëherë ka pas bashkëpunim mes nxënësve, shoqeve dhe shokëve. Bashkëpunimi edhe atëherë ka ekzistuar dhe tash ekziston. Edhe do shta tash koha ka ndryshuar pak rrethonat, po bashkëpunimi e shoqëria ekziston edhe ka ekzistuar dhe besoj që ka ekzistuar gjithmonë. Është të vështirë me kriju shoqëri të shëndosh të tillë? Mendoj që po. Mendoj që po. Koha e tregon, do të thotë se a mundesh të mbështetësh gjithherë të një person apo jo. Mendoj që në kohën e sotit shoqëria e vërtet do duhet të ekzistonte, mirë po nuk po shoh shumë raste me thonë realisht. Por për vetë jam shumë e lumtur që kam një shoqe e cila mund të mbështetem tërkohën. Po keni pas një rreth më të gjerë apo keni qenë gjithmonë aty për njëra tjetrën, vetëm ju dy, edhe në momentet më sfiduese, edhe në momentet bukura, sa keni qenë ndoshta edhe më të shoqërueshme qoftë edhe me rreth më të gjerë, apo gjithmonë keni qenë afër njëra tjetrës? Unë mendoj që bashkë me Vlorën kemi qëndruar gjithmonë afër njëra tjetrës, po kemi edhe kolege tjera, shoqe tjera, jemi të hapura për bashkëpunim, edhe kemi edhe kolege tjera, shoqe tjera. Nuk është që jemi veç gjithmonë veçën e Vlora. Po, rrethi ynë nuk është i ngushtë veç me ne të dyja. Ne kemi edhe shoqe tjera. Për shembull, kemi edhe njërin prej shoqeve me të cilën kalojmë një kohë shumë të gjatë bashkarisht, ajo është Arlinda, e cila do të thotë më vonë kemi krijuar shoqërinë me te për shkak se pas punësimit realisht profesionin na bashkoj. Mirë po ne të trija jemi të njohurat që dalim rregullisht, dalim bashkë, kuptohemi shumë mirë. Po dhe shoqëria me e gjerë nuk është që do të thotë jemi të kufizuara vetëm ne të dyja. Kur ktheheni pas në kohë, po besoj që keni momente nga më të ndryshme, si ato të bukura, si edhe ato më sfiduese, sidomos në ato vitet që vetë se i përmendet në vitet e shkollimit. Çka kujtoni ndoshta gjithmonë që qoftë qeshni, qoftë ndonjëherë keni emocione të përziera kur kujtoni atë kohë? Ka ndonjë moment interesant? Një prej ngjarjeve e cila na emocionon dhe na kthen në prapa në kohë, është mbrëmja e maturës. Do të kujtojmë, shpesh kur e kujtojmë, kemi një lloj nostalgjie, sepse si të reja që kemi qenë, kemi pasur disa emocione të përziera, në njërin anë ndiheshim mirë që po përfundohet shkolla e mesme, po fillojmë me i ndarë rrugë
e jetës, në anën tjetër kishim emocione të cilat do të thotë nuk dinim se çfarë do të ndodhë me neve. Kështu që tash kur e mendojmë, ndoshta nuk ja ka vlejt me emocionu atë shumë. Unë e kam djalin si vjet është maturant dhe shoh që njëjtat ndjenja dhe emocione i ka, se do të thotë është faza, mosha e tillë. Megjithëse mundohem bisedoj me te që do të thotë i merr pak më shtruar dhe të fokusohet më shumë te ato emocionet e bukura. Po në atë periudhë po besoj që veç se keni vendose në çfarë drejtimi do vazhdoni. Kush e shtyu më shumë në atë rrugë? Kush ishte ndoshta e para që vendosi në atë pjesë? Unë mendoj që Vlora ka qenë ajo që ka vendosur më shumë për mësimdhënie. Nuk e di, unë isha në mes mjekësisë dhe mësimdhënies, po prap me Vlorën bashkë e diskutoj shumë dhe vendosa me shku mësimdhënie me Vlorën bashkë. Të vitet? Unë shumë herët do të thotë që nga klasa e 4 ku kam qenë, që të herë kam dashur profesionin e mësuesës, edhe gjatë lojës, kur bënim me shoqe aty në lagje, unë gjithmonë kam qenë rolin e mësuesës. Mandej me kalimin e kohës, do të të shoqet e lagjës që i kisha, sa që kishin ndonjë vështirësi në kryerjen e detyrave, si kanë qenë më të reja se unë, do të gjithmonë ja kam lënë derën hapur që me ardhë me kërku ndihmë prej meje. Dhe ato kanë qenë disa nga momentet që më bënin shumë mundi shumë mirë, dhe gjithmonë do të kur kishin nevojë në detyrat shtëpisë, unë i mirëpritësha. Do të e kam vrejt shumë herët që këtë profesion e kam dashur që nga moshat e reja kur kam qenë. Dhe pastaj mendoj se një profesion kur gjen herët ose drejtohet dhe bëhet përgjedhja e duhur e profesionit, ai person ndihet më mirë edhe në vendin e punës. Shumë e rëndësishme. Ka ndodhur njëjtë edhe për ju mes mjekësisë dhe mësimdhënies, keni zgjedhur mësimdhënien. Keni qenë gjithmonë pas vendimit që keni marrë. Shumë jam e kënaqur që thom puna më e mirë është me pas me fëmijë. Se fëmiu ai është që ta gëzon jetën, edhe fëmiu është ai që t'jep kënaqësi, t'jep fjalë bukura, përqafime. Këto janë ato çdo moment kur shkojmë në shkollë marrëm përqafime prej nxënësave. Fjalë të mira, komente të mira, domethënë edhe ajo është që të shtyn edhe të mban ty energjik edhe të jep forcë që duhet të vazhdosh me ta. Fëmia është gjëja më e çmuar në botë që mendoj unë, është puna që kena ana me ta është shumë e shenjtë. Po kur ishte hera e parë që morët ditarin në duar, ishit para nxënësve, këtë herë jo në lagje me lojë, po në aspekt profesional? Po, do të në vitin 2000, unë vetë se u punësova dhe fillova profesionin e mësuesës. Kam pasur fatin që ti ndroj disa shkolla derisa arrita ta siguroj vendin ku ende punoj. Dhe do të thotë profesioni i mësimdhënies ose i mësuesit sa është i bukur është edhe sfidues. Prandaj nuk thuhet kot se nuk është vetëm profesion, por është mision. Pra prej vitit 2000 shumë ndryshime në vendin tonë. Si i keni përjetu gjitha këto ndryshime? I kemi të i kalu duke munduar që të përshtatemi me nevojat e kohës. Gjatë gjithë kohës kemi përfunduar trajnime, kemi ndjekur do të rrugën e zhvillimit profesional ku ende dhe sot e kësaj dite gjithmonë jemi gatshëm që të përshtatemi në bazë nevojave që kërkohen. Po për ju, kur ishte hera e parë me ditar në duar? Edhe për mu kështu, sikur Vlora isha pak emocionuar, fillimet e viteve të mija të përvojës, por tash jemi mësuar, ndoshta edhe se sa vite punojmë, duhet jemi mundohemi të përshtatemi nxënësave, kohës edhe mësimdhënies, po duhet jemi shembull, mundohemi të jemi sa më shumë shembull, sepse mësimdhënësat janë shembull të nxënësve. Janë shembull, mund të jemi shembull sa më i mirë për ta. Se ata përveç mësimit marrin, domethënë e kalojnë një kohë gjatë ditës me mësimdhënësin. Kohën që po jetojnë a shumë pak, domethënë
po kanë kohë jo në për kurse, jo në për me prend, ndoshta brenda ditës qëndrojnë më shumë edhe me mësuesën. Po përveç këtij aspektit profesional, ju padyshim që jeni edhe një familje për ta, një pjesë të madhe të ditës kalojnë me juve, sa ka qenë vështirë me kriju një raport që edhe nxënësit jenë të lirë të shprehen, të tregojnë ato pakënaqësitë e tyre, problemet që mund t'i kanë, sa ka qenë vështirë me kriju një raport të tillë me nxënësit? Dhe të thotë në klasën me të cilën punoj, kur ka marrë se tash këtë klasë të cilën e udhëheqi është klasa e 5, mirë por në klasën e parë numri i nxënësve ka qenë deri në 37. Dhe në një klasë me një numër kaq të madh të nxënësve, me të vërtetë nuk është e lehtë, shumë sfiduese. Po fati i mirë është që për shembull ne mësimdhënësit e ciklit 1 deri në 5 mundohemi që brenda orarit mësimor të gjejmë edhe ato hapësirat edhe të ofrojmë mundësi nxënësit që të shprehet nëse ka diçka për të thënë brenda ditës. Nuk është e lehtë, është sfiduese, mirë po mundohemi maksimalisht. Raporti me nxënësit? Po, edhe është problem pak se nxënësit vinë prej familjeve të ndryshme edhe janë me emocione të ndryshme. Është me rëndësi që na me kriju një atmosferë të mirë në klasë, ku ata ndoshta edhe hallët edhe problemet t'i harrojnë gjithë ato në klasë, ndjehen shumë të lirshëm, t'i shprehin mendimet e tyre, edhe të krijojmë një atmosferë sa më të mirë për ta. Mundohem, kjo është shumë e rëndësishme që fëmiu ta ketë së pari një atmosferë shumë të mirë në klasë, që të ndjehet i lirshëm, ndjehet me shpreh mendimet e lira, edhe pastaj edhe mësimi vjen sipas gjendjes emocionale. Po uroj që t'i kuptojmë, se ta kuptosh emocionin e secilit fëmijë është pak e vështirë. Po mundohemi t'i përshtatemi secilit, se tashmave që edhe jemi mësu i shohim emocionet e tyre, ata dashte pa dashte i shprehin emocionet e tyre, edhe mundohemi me përshtat atyre veç pozitivitet, dhe një energji pozitive në klasë, që të ndjen sa më rehat, të ndjen një kënaqësi në shkollë. Padyshim që gjithmonë mundoheni të jepni maksimumin, po e përmendit edhe numrin e madh të nxënësve. Ka qenë ky problem që prej vitit 2000 kur veç se keni fillu, ju ka përcjell gjithmonë dhe vazhdon t'ju përcjell kjo pjesa e numrit të madh të nxënësve në klasa? Po, numri i madh i nxënësve në klasë ka qenë rregullisht. Mirë po tash në klasën e 5 do të thotë numri i nxënësve ka rënë në 30. Dhe 7 nxënës të cilët kanë qenë në klasën time kanë migruar jashtë. Do të thotë kjo është një farë treguesi që shumë familje kanë lënë vendin tonë. Dhe është një ndjenjë nostalgjie për ta, sepse ende kohë pas kohe më kontaktojnë. Kur vinë në Kosovë, kërkojnë të më vizitojnë shumica e tyre nxënësve dhe përbes ndihem shumë e lumtur kur dëgjoj mirë për ta. Sa mbani raport edhe me ato gjenerata që vetë se kanë kalu tashmë klasën e 5? Mbajmë raport, po jo me të gjithë, se ndoshta numri i nxënësve është shumë i madh, po disa tash janë rrit, janë martu, edhe do të kanë herë na përshëndesin. Po edhe me ata që kanë migruar në shtetet e jashtme gjatë pushimeve gjithmonë vinë na vizitojnë, edhe kanë dëshirë me kalu kohën me neve, edhe na gjithsesi me ta. Sa i gëzojnë sukseseve të tyre që dëgjoni sot që janë, qoftë jashtë vendit, qoftë ndonjë arritje tjetër profesionale, personale? Jashtëzakonisht shumë i gëzojnë. Edhe po besoj jo vetëm unë, po çdo mësimdhënës, sepse një nxënës me të cilën kalon një kohë, një periudhë, sidomos në mësimdhënësit e ciklit fillon 1 deri në 5, për 5 vite tash është një fëmijë duke u rritur, është një lidhje të cilën ndoshta me kalimin e kohës sigurisht për shkak të numrit të madh nxënësve, ajo do të rritet ai, zgjerohet ai rreth, mirë po suksesi i çdo nxënësi është një lloj suksesi, nuk po di si më u shpreh ndryshe ndoshta, por është një gëzim, ndoshta sikur që e përjetoj për fëmijët e mi, sinqerisht kur dëgjoj për dikën prej nxënësve që ka arritur në jetë,
ndihen mirë për të, ndoshta atë ndjenjen sikur nona për fëmijën e vet. Po gjatë krejt këtyre viteve përvojë, sa ka qenë e rëndësishme edhe pjesa e raportit edhe me prindërit? Ai tregon që mësues, nxënës dhe prindër. Sa jeni mundu me mbajt këtë raport edhe me prindërit, me tregu ndoshta për problemet, për ndryshimet, progreset që mund të kenë nxënësit gjatë ditëve? Po bashkëpunimi prindër, shkollë, familje, do të thotë dhe trekëndshi dhe të përmendet edhe ju, trekëndshi pedagogjik është kyç për suksesin e nxënësve. Ne krijojmë bashkëpunim të mirëfillt me prindrit, ju ofrojmë mundësinë që të kemi takime të rregullta, pastaj përveç atyre mbledhjeve të domosdoshme që i kemi planifikuara, do të çdo herë e kanë mundësinë që të vinë dhe të konsultohemi rregullisht rreth progresit ose dhe çështjeve tjera për fëmijët e tyre. Unë mendoj që bashkëpunimi në mes mësuesës, prindit edhe nxënësit është sukses i fëmisë. Sa më i mirë të jetë bashkëpunimi, aq më i madh është suksesi i nxënësave. Ka edhe shumë rrëfime, sfida, momente të bukura që keni kalu së bashku, po përveç fotografive që i pam, po e shoh që keni marrë dhe disa fotografi në formë fizike, për shkak që na ka marrë mallit për imi të shohim, kështu që ndoshta ti tregojmë edhe shikuesve se për çfarë fotografi bëhet fjalë, për çfarë periudhe të shoqërisë suaj janë ato fotografi. Këtu kemi përgjedh një fotografi e cila është, domethënë, nga mbrëmja e absolventiadës. Thot edhe aty keni qenë së bashku, mbrëmja maturës. Edhe këtu kanë qenë disa momente të përfundimit viteve studimet. Po, veç fillum të mbrinte përfundimin studimeve. Po, pastaj po e shohim edhe një fotografi tjetër. Edhe një fotografi tjetër ka qenë Stina e Dimret. Do të thotë edhe kjo fotografi flet shumë, sepse në çdo periudhë jetësore ne kemi qenë bashkë. Këtu ishim në një mbledhje në shkollë bashkë me kolektivin, bashkë prapë. Gjithmonë bashkë. Gjithmonë bashkë. Ulemi bashkë, afër njëra tjetrës. Shumë shpesh nuk ka nevojë ndoshta edhe të flasim shumë, edhe me sinjale ne kuptojmë se çfarë do të themi. Po ju uroj edhe shumë vite së bashku të shëndosha shoqëri, edhe në aspektin profesional punë të mbar, ishte shumë kënaqësi që kisha sot në fundjavë. Faleminderit, kënaqësia dhe jona.